Grande Fratello i ofron Dolces një super kontratë, lojtarja që po çmend publikun në të dyja shtëpitë. A do të pranoj sfidën? Në botën e reality showve, ndodh rrallë që një konkurrent të bëhet kaq i përfolur sa Dolce. Me karizmën e saj, mënyrën si komunikon, energjinë pozitive dhe aftësinë për të krijuar skena që i japin jetë çdo episodi, ajo është shndërruar në një prej figurave më të komentuara të momentit, jo vetëm në Shqipëri e Kosovë, por edhe në Itali. Ditëve të fundit, mes banorëve të Grande Fratellos ka nisur të qarkullojë një lajm i madh, ndërsa edhe produksioni nuk po e mohon më. Dolce ka marrë një ofertë zyrtare nga Grande Fratello për t'u bërë garuese me kohë të plotë. Me një kontratë të nivelit të lartë, pse ja ofruan, produksioni italian e konsideron Dolcen si një lojtar perfekte për formatin e tyre. Ajo krijon dinamik në biseda, është spontane dhe shumë e natyrshme para kamerave, ka ndikim të fortë emocional te publiku dhe sjell një lloj energjie që rrit shikueshmërinë. Nuk është çudi që videot e saj janë ndër më të shikuarat në TikTok, Instagram dhe platforma të tjera. Në fakt, disa prej klipeve ku ajo ndërvepron me banorët italian numërojnë dhjetëra mijëra shpërndarje brenda pak orësh. Për produksionin, kjo është arsyetimi më i fortë. Dolce është lojtarja që i jep jetë shtëpisë. Dilema e madhe, të qëndrojë në Itali apo të rikthehet në Big Brother Kosova, këtu nis drama që po komentohet nga të gjithë fansat. Ndërkohë që Grande Fratello e sheh Dolcen si konkurrente finale, Big Brother Kosova e pret si një nga personazhet më të spikatur që ka lënë gjysmën e rrugës pezull. Ata e dinë që rikthimi i saj do të ndezë lojën, do të nxjerrë emocione të reja dhe do të sjellë një tjetër valë të fuqishme shikueshmërie. Pra, Dolce ndodhet përballë një zgjedhjeje me shumë peshë, të pranojë ofertën italiane, e cila mund t'i hapë dyrë të reja, famë më të gjerë dhe një finale të mundshme, apo të rikthehet në Kosovë, aty ku e presin F.